është kënaqësi që ne, një vend i vogël, përmes jush mund të jemi krah për krah aleatëve dhe partnerëve tanë të mëdhenj, dhe njëkohësisht është privilegj për mua dhe nder që ky pozicion më jep mundësinë të komunikoj me ju dhe t'ju uroj sot nga zemra gëzuar Krishtlindjen, gëzuar vitin e ri. Nga ana tjetër, unë dua t'ju siguroj se me sa po shoh fëmijët i keni në formë, familjen e keni mirë dhe sigurisht ata mezi ju presin, edhe ju mezi prisni të ktheheni, por jam i bindur se deri ditën e fundit do të jeni të përqendruar në realizimin me sukses të misionit dhe jam po ashtu i bindur se krah për krah me aleatët dhe partnerët tanë të mëdhenj, ju do të merrni gjithë atë eksperiencë të domosdoshme dhe shumë të nevojshme për ne, për forcat armatosura këtu, që do të pasuroj më tutje eksperiencën tuaj të përbashkët me kolegët këtu dhe do të jetë një tjetër gur në murin e eksperiencës forcave tona të armatosura. Më lejoni që t'i drejtoj një përshëndetje dhe miqve që janë aty të pranishëm dhe që nuk flasin shqip. A very warm wish for everybody that is non-Albanian speaker for a Merry Christmas and a Happy New Year for you, for your families, and for the future of your country and both the friendship and partnership among our countries and our people. Ju uroj të gjithëve t'ja kaloni sa më mirë. Kujdesuni për veten, kujdesuni të përmbushni detyrimin fisnik për cilin jeni atje. Ne jemi munduar bashkë me General Bazon edhe me gjithë stafin t'ju mundsojmë edhe një prani të familjarëve tuaj, të cilët po ju shikojnë nga ekrani. Besoj që kjo është një ditë e shënuar për ju, ashtu siç është edhe për ne, për t'ju transmetuar edhe një herë besimin që kemi tek ju dhe mbështetjen që qeveria shqiptare, Edi Rama, ka me ju, për familjet tuaja dhe për gjithë forcat tona të armatosura. Duke ju uruar të kaloni sa më mirë brenda mundësive tuaja festat. Merry Christmas to you guys. Happy New Year to the non-Albanian speakers. Të premten që shkoj së bashku me Ministrin e Mbrojtjes, bëm një vizitë dhe ndam urimet dhe festuam së bashku me kolegët tuaj në batalionin e Vaudejes. Bëhet fjalë për këngën All I Want for Christmas. Dhe mendoj që është më kupti plote dhe për ju që shërbeni konkretisht sot atje. Që është më rëndësishme, kemi sjellë së bashku dhe njerëzit tuaj më dashur, familjarët dhe fëmijët tuaj të mrekullueshëm. Për t'ju thënë se vërtet ajo çka duam ne për Krishtlindje është që ju të jeni mirë, të ktheheni faqe bardhë nga misioni me kokën lart dhe shëndoshe mirë pranë familjeve dhe pranë nesh. We wish you a Merry Christmas. We wish you